Një ditë para protestës opozitës, kryetari i PD-s Lulzim Basha ka kërkuar nga demokratët e Korçës t'i bashkohen marshimit me rastin e 23 vjetorit të rrëzimit të bustit të ish diktatorit Hoxha. Basha ka numëruar premtimet e pambajtura të qeverisë Rama, sjelljen arbitrare të majorancës, shkeljen e konsensusit dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese për të motivuar qytetarët të dalin protestë në 20 shkurt. Ndërkohë në Tiranë edhe ish kryeministri Sali Berisha u ka bërë thirrje qytetarëve të ngrihen kundër mashtrimeve të qeverisë. Nesër motoja më e bukur do të ishte Rama hiq dorë nga xhepat e mi, sepse të gjithë paguajmë më shumë sot. Paguajmë më shumë për ushqimet, paguajmë më shumë për energjinë, paguajmë më shumë për transportin. Ne u përmbajmë rregulla demokratike. Nesër do jetë një protestë paqësore, por nesër është vetëm fillim. I kërkoj Ediams mos provokoj, se do bëhet përgjegjës vetë personalisht. Protesta e opozitës do të fillojë ditën e njëjtë në ora 14 në sheshin Skënderbej, aty ku urrëzua busti i ish diktatorit. Do të vazhdojnë në rrugën përballë parlamentit për të mbyllur me fjalimin e kryetarit PD-s Basha në sheshin para kryeministrisë.